Banorët e pallatit 1190 në lagjen Kushtrimi, shumë pranë drejtorisë vendore të policisë së Vlorës dhe aksit kryesor të qytetit, ngren shqetësimin se zona ku jeton ka mbetur jashtë çdo investimi prej vitesh. Ata shprehen se ndoshta ndodhen në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, kushtet përreth pallatit janë përkeqësuar ndjeshëm dhe po kthehen në rrezik për jetën dhe shëndetin e tyre. Sipas banorëve, hapësirat përreth pallatit janë mbuluar nga barishtet dhe ferrat, duke krijuar një situatë problematike, sidomos gjatë muajve të ngrohtë. Mushkonjat janë shtuar ndjeshëm, ndërsa ata pretendojnë se në zonë është vënë re dhe prezencë zjarprinsh, çka ka rritur frikën tek familjet dhe fëmijët që jetojnë aty. Një tjetër problem që ata evidentojnë është amortizimi i ballkoneve të pallatit. Sipas tyre, strukturat janë dëmtuar nga koha dhe mungesa e mirëmbajtjes, ndërsa ekziston frika se pjesë të tyre mund të shemben, duke rrezikuar sigurinë e banorëve dhe kalimtarëve. Banorët ankojnë gjithashtu dhe për mungesën e një rruge funksionale që të mundsojë aksesin e autoambulancës apo mjeteve të emergjencës pranë hyrjeve të pallatit. Ata thonë se në raste urgjencash ndërhyrja bëhet tepër e vështirë për shkak të infrastrukturës së degraduar. Po ashtu shqetësim për komunitetit mbetet dhe prania e qenve endacak në zonë. Qëndë këtu në qasmëri dhe në macet, pislëqet, kosh nuk kemi, rrugë nuk kemi ku të kalojmë. Këtu mbytemi nga lagështia, nga plurat, nga të gjitha. Këte jashtë bërë, ande jashtë bërë, vetëm këtu e kalën. Ja këtë kemi. Kërkojmë të regulohen, të bëjmë, taksat i pagojmë të gjitha. Qa do bëjmë? Ja këtë duhem, nuk kërkojmë as bukë, as ndihme, as një. Se jemi të gjithë, ja të gjithë, gjithë pensionistë jemi këtu. Njëri më i sëmur nga tjetri. Po ta shtrojt rruga vlla këtu, se ne jemi si në mesjet, ja të barishtet atje i shkulla unë, se dolin gjithë printe, dolin ato. A ne as ambulanca na vinë, as një gjë, ne jemi të sëmur, do lajmë na do vinë a qelli, këtë kërkojmë, kjo as 100 metra rrugës është. Për rrugën, për pastrimet, për të gjitha. Ambulanca nuk vjen dot një i sëmur, të gjithë këto kërkojnë. Ju e shikoni vetë këtë gjendje, si është. Gjendja këtu të neve, shumë keq. Neve jemi pleqëri, ne sëmuremi, makina nuk del, që të sëmurem natën unë në kalat të dalë, se rruga është komplet me makina. S'kemi ku të dalim, plerat neve si pleqëri, unë s'kam ku të derë. E diti që unë i kam derë dhe mu aty i kam derë, të bjem në koshat, në haqen koshat. Mushkonjat bënda në shpi, në dark nuk del dot, nuk ha do dritaret, se një herë e rëndë shumë. Në kanali, po ne jemi pleqëri, ne jemi pleqëri, nuk na dëgjon njeri neve. Flasim, qa flasim, ne, kotë. Jemi, po, balkonin ju e shikoni vetë, ja. Shikoni gjendjen. Ka vajza gati një muaj e ca që është atje ka ardhur, është ankorë, është bërë disa herë, as me turinat nuk po e qenë. Dhe balkoni im po bie i tëri, si qëra i lartë, ashtu copa nga lagështia. Komplet, që si jemi bërë. S'pastroj do të mbaja dritë shifët, tani si ja e din këto. Tani ne jemi ngritur si komunitet si pallat këtu. Ju e shihni vetë e flet vetë ky. Një gjallë për i madh ka kaluar e futur këteja, qem plot, hyrje, neve nuk kemi pallat vi zjarfikse, të vi ambulanca, ajo nën me një burr të sëmur të paralizuar, e kemi nxjerrë në krah 10 veta, kemi nxjerrë për jetë. Kjo bashki të vërdor këtu të ky pallat. Të bëhet hyrje atje, s'na kanë në hyrje të hyjmë. Asë gjelbërimi ka ardhur të presin pemë. 2 nëna më ka ardhur kej dje, 2 nëna me kasëm, pristin bari. I kanë mbetur pensionistët. Këta janë të gjithë pleqë. Dhe ne kemi prindëre, nëna, po të shoqë një nënë që gërmonte me kasëm se zvjen gjelbrimi ta pres barin, e gërmonin me kasëm. Më ka ardhur shumë keq. Unë këtu jam me qera, po ku shok. Një pikëshi të bjerë këtu do qisme. Nuk ka nga lëviz. Tisme. Që të dalë shtutje. Na është blokuar dhe rruga, prandaj i themi bashkisë të vërdorë në këtë komunitet. Të bëj 2 stola, të rinë 2 plejt, nëna dhe babaj të rinë të lafosen në djelë. Të vëm një stol të rinë. është për tu, për këte ka në harris këtë pallat. U falenderoj që erdhët, edhe i themi bashkisë të vërdorë. Banorët e pallatit 1190 kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për pastrimin e zonës, sistemimin e infrastrukturës dhe rikonstruksionin e ambienteve të amortizuara, duke theksuar se prej vitesh ndihen të lënë në harres.